Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot që 9 mars dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Marsi është dita e 62 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 302 ditë. Ngjarje. 1845. Florida u bë shteti 27 i SBA-ve. 1878. U nënshkrua traktati i Shën Stefanit i paqes ndërmjet Perandorisë Ruse dhe Perandorisë Osmane. 1891. U caktua rregulla e gjuajtjes nga pika e penaltis në futboll, por nuk u aplikua gjë në fillimin e sezonit të ri. 1923. Për herë të parë u botua revista Time. 1938. Uleja u zbuluan në Arabinë Saudite. 1945. Finlanda, që më herët ishte neutrale, i shpalli luftë forcave të Boshtit. 1958. Nuri as-Said u bë kryeministër i Irakut për të 14 herë. 1961. Hasani II u bë mbreti i Marokut. 1976. 5 punëtorë u vranë nga policia gjatë demonstratave në Vitoria Gasteiz, Spajnë. 1991. Një xhirues amator regjistroi se si Rodney King u rra brutalisht nga policë në Los Angeles, Kalifornia. 1991. Në referendumin e mbajtur në Lituani, 74% e popullit votuan për pavarësi nga Bashkimi Sovjetik, kurse në Estoni 83%. 2002. Zvicerianët me referendum vendosën të antarësorë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. 2005. Steve Fossett u bë njeriu i parë i cili fluturoi me aeroplan rreth botës vetëm pa ndalesë dhe pa u rimbushur me derivat. Udhëtimin prej 40.234 kilometra e realizoi për 67 orë e 2 minuta. 2008. Dmitri Medvedev u zgjodh kryetari i Rusisë. Lindje. 1923. Lindi Hito Çako, ushtarak shqiptar. 1978. Lindi Leonora Jakupi, këngëtare shqiptare. 1953. Lindi Zico, futbollist dhe trajner brazilian. 1964. Lindi Mendu Thaçi, kryetar i PDSH-s. Vdekje. 1703. Vdiq Robert Hooke, fizikant anglez. 1978. Vdiq Zvonko Milković, shkrimtar kroat. 2007. Vdiq Osvaldo Cavandoli, vizatues italian i filmave të vizatuar. 2012. Vdiq Sotir Kapo, piktor shqiptar. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Remzia Osmanit, e cila është një këngëtare e njohur shqiptare. Remzia Osmani lindi më 1971 në Mushtishti, në Jugosllavi, tani në Kosovë. Është një këngëtare e këngës folklorike të Kosovës. Ajo është një nga interpretueset më të famshme të muzikës popullore shqiptare. Remzia Osmani është martuar dhe është nënë e 2 fëmijëve. Vëllai i saj, Nexhat Osmani, është gjithashtu një këngëtar i suksesshëm i muzikës popullore, më të cilën ajo ka shumë këngë. Karriera. Paraqitja e saj e parë daton në vitin 1977 me këngë Lute Lute Nëna Bien. Talenti i saj u zbulua shumë në moshë të re nga mësuesit e saj, Ibrahim dhe Mustaf Hamiti, dhe profesori i saj shqiptar, Ali Selmanaj. Në adoleshencë, ajo hyri në shoqërinë kulturore artistike Afërdita, në fshatin e saj të lindjes dhe më vonë në SHK Jehona në Therand. Paralelisht me këtë klube, ajo ndërmori dhe disa turne në Kosovë dhe në Maqedoni në vitin 1978, si dhe
në Radio Jehona në vitin 1983. Lulkuqja e Kosovës ishte albumi i saj i parë në vitin 1984 në bashkëpunim me këngëtarin Qamili Vogël. 2 vjet më vonë me ndihmën e Radio-Televizionit të Prishtinës ka lançuar dhe albumin tjetër me titull Kur bie tupani i parë. Në vitin 2000 Remzia Osmani ishte e pranishme së bashku me grupin e saj të folkloret në Expo Universal 2000 në Hanover. Ajo deri tani ka gjithsej 12 albume, ku albumi i fundit doli në vitin 2009 me titull Dikur. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të frutit salak ose fruti i gjarprit. Salaku është një ushqim i mirë për të ushtuar në pjata për shije dhe gjithashtu ka vlera të larta ushqyese. Pjesët e ngrënshme të frutave kanë sasi të konsiderueshme përzierjesh fenolike, flavonoidale dhe monoterpenoidale. Pjesët e ngrënshme të frutave kanë sasi të dobishme të përzierjeve fenolike. Ky frut gjithashtu ka nivele të larta të kaliumit, kalciumit, fibrat, hekur, vitaminës A dhe C. Një porcion salak ka vetëm karbohidrate të mira, 82 kalori dhe 4% yndyrë. Ka një ndikim të ulët në shkallën e përgjithshme kalorike të vaktit tuaj. Ka veti që ndihmojnë në tretjen, shëndetin e shikimit, rritjen e energjisë, rregullimin e sheqerit në gjak dhe humbjen e peshës. Tuli i këtij fruti ka nivele të larta të polisakarideve, fibra dietike dhe pectin. Megjithatë, studimet kanë treguar se frutat e gjarprit kanë efekte të dobishme në trup përmes makrofagëve të aktivizuar. Fruti i gjarprit është një burim i përbërjeve fenolike dhe vetive antioksiduese të lidhura me përfitimet shëndetësore. Rrit energjinë. Studimet tregojnë se salaku stimulon metabolizmin dhe rrit qëndrueshmërinë. Ai rrit nivelet e energjisë nëpërmjet karbohidrateve në fruta, të cilat ruajnë nivelin e energjisë gjatë gjithë ditës. Humbje peshe. Nivelet e fibrave dietike janë të larta në salak. Kjo ju ndihmon të ndjeni të ngopur dhe parandalon ngrënien e tepërt. Fibra gjithashtu ndihmon me tretjen dhe zvogëlon gërçet, kapsllëkun dhe fryerjen. Përmirësimi i kujtesës. Për shkak të niveleve të larta të beta-karotenit, pektinës dhe kaliumit, frutat e gjarprit mund të përmirësojnë rrjedhjen e gjakut në tru. Kjo ndihmon me njohjen dhe kujtesën. Në disa zona, salaku njihet si fruti i kujtesës. Ai eliminon disa nivele të stresit oksidativ, i cili ndihmon në uljen e rrezikut të sëmundjeve degenerative të trurit. Mbrojtja e shikimit. Antioksidanti beta-karoten gjendet në frutat e gjarprit dhe ndikon drejt për drejt në shëndetin e shikimit. Nivelet në dietën tuaj mund të zvogëlojnë rrezikun e katarakteve progresive dhe degenerimin makular. Përfitimet për zemrën. Nivelet e kaliumit në salak ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut, redukton tensionin arterial dhe enet të tjera të gjakut dhe zvogëlon tendosjen në sistemin kardiovaskular. Lehtësimi i urthit. Tradicionalisht, frutat e gjarprit janë përdorur në popullatat vendase të Azisë për të lehtësuar urthin. Ndihma për diabetin. Në një studim që është shkruar nga Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, tregoi se frutat e gjarprit të përgatitura në uthull ka nivele të larta të polifenoleve që ulnin nivelet e glukozës të gjak dhe përmirësojnë profilet e lipideve. Luftoni diaren dhe dispensin. Salaku i pasur me fibra dhe vitamina ndihmon në qetësimin e dhimbjeve të stomakut, lëvizjeve të parregullta të zorëve, fryrjes dhe problemeve të tjera që lidhen me dispepsi ose diare. Lëvorja e këtij fruti përmban përbërës që mund të trajtojnë shpesh diaren. Promovoni shëndetin e përgjithshëm të trupit. Salak ose fruti i gjarprit është një frut i dendur me lëndë ushqyese që ndihmon në përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm të trupit. Profili i tij është i pasur me lëndë ushqyese i përbërë nga vitamina dhe minerale jetike, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e funksioneve të duhura të trupit. Antioksidantët ndihmojnë në luftimin e dëmtimit të qelizave dhe indeve dhe parandalojnë trupin nga dëmtimet e dëmshme kancerogjene.
Konsumimi i rregullt i një pjese të salakut në dietën tuaj zvoglon rrezikun e formimit të hemoroideve. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 8 deri 14 gradë Celsius, Kukës 1 deri 5 gradë Celsius, Peshkopi 4 deri 10 gradë Celsius, Tiranë 8 deri 14 gradë Celsius, Durrës 10 deri 14 gradë Celsius, Kavaj 10 deri 15 gradë Celsius, Elbasan 8 deri 14 gradë Celsius, Berat 7 deri 14 gradë Celsius, Korç 2 deri 7 gradë Celsius, Vlorë 10 deri 15 gradë Celsius, Gjirokastër 5 deri 10 gradë Celsius, Sarand 7 deri 11 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 4 deri 9 gradë Celsius, Podujev 3 deri 7 gradë Celsius, Skënderaj 4 deri 9 gradë Celsius, Pej 5 deri 9 gradë Celsius, Prishtinë 4 deri 8 gradë Celsius, Gjakov 5 deri 12 gradë Celsius, Malishev 4 deri 11 gradë Celsius, Gjilan 3 deri 9 gradë Celsius, Ferizaj 4 deri 10 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri 7 gradë Celsius, Prizren 2 deri 10 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, Facebook, Twitter dhe TikTok. Ndërkohë, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.